Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Maska me aloe vera që ju heq 10 vjet nga fytyra, kjo recetë do ju befasoj. Aloe vera njihet tashmë për vlerat e saj për shëndetin e organizmit. Tek vetitë e saj përfshihen edhe përmirësimi dhe parandalimi i problemeve me shëndetin e lëkurës. Gjithashtu, janë të shumtë në numër produktet farmaceutike për kujdesin e lëkurës, të cilët e kanë si përbërës kryesor pikërisht aloe verën. Ushqen dhe hidraton lëkurën, eliminon aknet si edhe pastron poret dhe largon të gjitha qelizat e vdekura. Për lëkurë të thatë, gjeli i aloe verës ka veti shëruese dhe hidratuese, prandaj ai është ideal për lëkurat e thata. Ajo i mundëson këtyre tipe lëkurash ushqimin e nevojshëm. Ju mund të përdorni gjelin e saj duke e vendosur direkt në lëkurë. Ndërkohë, pastrues i lëkurës. Pastrimi i lëkurës nga papastërtitë dhe qelizat e vdekura është gjithashtu një nga hapat më kryesor, të cilët janë efikas për të patur një lëkurë të shëndetshme. Provoni të përzjeni gjelin e aloe verës me pak sheqer dhe me të fërkoni lëkurën e fytyrës kur e lani në darkë. Në saj të veçorive shëruese, aloe vera parandalon edhe acarimin e lëkurës si edhe hidratimin e saj. Përdoreni si një krem ushqyes. Lëreni aloe verën që të bëjë magjinë e saj gjatë kohës që ju jeni duke fjetur. Lyeni fytyrën, qafën dhe duart me gjelin e aloe verës para se të flini. Kjo bimë nuk ka përmbajtje vajore dhe njëkohësisht është delikate me lëkurën, teksa depërton në shtresat e saj. Kështu mundëson një hidratim rrënjësor të lëkurës. Në pamje të parë, aloe vera mundet që të mos jetë bima e preferuar për të dekoruar ambientet e brendshme të shtëpisë, por në fakt ajo nuk ka asnjëherë, nuk lulëzon dhe gjethet e saj në trajt gjembaçi nuk duken as pak dashamirëse, por pas kësaj tejet egzotike fshihen mbi 75 ushqyes dhe 200 përbërës aktiv, përfshirë mineralet, kalcium, kalium, selen, vitamina A, B, C, D dhe E, si edhe antioksidant dhe përbërës të fuqishëm me veprim antiinflamator. Vitet e fundit, ajo është ndëruar në një prej bimëve më të preferuara në industrinë e kozmetikës, por nëse ju keni një të tillë në shtëpi, nuk keni pse të harxhoni para për kremra dhe maska të shtrenjta. Ne ju sugjerojmë që të dëgjoni me vëmendje këtë maska dhe t'i mbani shënim. Mask për lëkurën e thatë. Aloe vera përbër një prej trajtimeve më efektive në ritualin e përkujdesjes së lëkurës së thatë. Për këtë mask, juve do t'ju nevojiten 2 luggjelle gjel aloe vera, 2 luggjelle kos natyral dhe gjithashtu 2 luggjelle me lëng kastraveci. Pasi të qëroni kastravecin, kaloni në frulator me pak ujë derisa të krijohet një masë e lëngshme. Bashkojeni që të gjithë përbërësit e maskës në një enë dhe vazhdoni përzierjen derisa ato të bashkohen në një. Bashkojeni që të gjithë përbërësit e kësaj maske në një enë dhe më pas aplikojeni në të gjithë sipërfaqen e lëkurës derisa ajo të mbulohet një trajtësisht. Lëreni maskën të veprojë për 15 deri në 20 minuta dhe shpëlajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Maska për fytyrën e yndyrshme. Një prej problemeve më të mëdha që po përballet çdo njeri i cili ka fytyrë të yndyrshme është se kjo lloj lëkure ka nevojë për shumë trajtime në mënyrë që të mbetet efekt lucid ndriçues që ajo ka përgjithmonë. Përbërësit e maskës janë një kokër vezë dhe gjithashtu
1 lugë gjelle gjel aloe vera, 1 lugë çaj mjalt dhe 2 lugë çaj me miell elbi. Rrihni fillimisht të vezën, shtoni miellin e elbit, gjelin e aloe verës dhe mjaltin. Vazhdoni me përzierjen derisa masa të bëhet gjysmë e lëngshme. Lani fytyrën tuaj pa e tharë plotësisht dhe më pas përhapeni maskën me ndihmën e një peneli ose sfonxheri. Lëreni atë që të thahet plotësisht dhe do ta kuptoni këtë gjë pasi maska juaj do të ketë një efekt shtrëngues. Në fund, merreni dhe lajini fytyrën tuaj me ujë të vakët. Gjithashtu, mund të përdorni maskën për të zbehur njollat kafe. Njollat kafe të njohur me emrin melazma krijohen si rezultat i hiperpigmentimit të lëkurës, ekspozimit të pruar në diell, shtatzania dhe përdorimi i produkteve të dëmshme për lëkurën janë disa nga faktorët të cilët zhvillojnë më tej këtë problem estetik. Kjo maskë do t'ju ndihmojë që ju të zbehni njollat kafe derisa ato të zhduken plotësisht. Në një enë vazo të vogël qelçi, shtoni lëngun e 2 limonëve të freskët dhe 2 lugë gjelle gjel aloe vera. Përzieni me lugë derisa të lidhen përbërësit. Futeni vazon në ngrirje për 12 orë. Merrni nga pak çdo ditë dhe lyeni lëkurën tuaj para se të flini gjumë, nuk ka nevojë për shpëlarje. Gjithashtu ju mund të provoni edhe maskat e flokëve me aloe vera. Maskë për zbokthin, duhet gjel aloe vera, 2 lugë gjelle vaj kokosi, 2 lugë gjelle lëng limoni. Merrni gjelin e aloe verës sipas gjatësisë dhe densitetit të flokëve tuaj. Tani përzieni siç duhet 2 lugë gjelle vaj kokosi dhe lëng limoni duke përdorur 1 lugë. Aplikojeni atë në kokë dhe në flokët tuaj të pastruar. Mbuloni flokët me kapuç dushi, shpëlajini maskën gjithashtu me një shampo të butë pas 30 apo 40 minutash, përsëriteni atë 2 herë në javë. Maskë për flokët me aloe vera për majat e 2 fishta. Përbërësit janë gjel aloe vera sipas kërkesës së flokëve, 2 lugë gjelle mjalt dhe 2 lugë gjelle vaj lule dielli. Merrni gjelin aloe vera sipas gjatësisë dhe densitetit të flokëve tuaj. Tani përzieni si duhet mjaltin dhe vajin duke përdorur 1 lugë. E aplikoni atë në lëkurën e kokës dhe flokët. Mbulojini flokët me kapuç dushi. Shpëlajini maskën pas 30 apo 40 minutash me një shampo të butë. Përsëriteni këtë trajtim të paktën 1 herë në javë. Maskë për flokët me aloe vera për hidratim të thellë. Gjeli aloe verës sipas kërkesës së flokëve. Ju duhet 1/3 filxhan kos, 2 lugë gjelle mjalt. Si ta përdorni? Merrni gjel aloe vera sipas gjatësisë dhe densitetit të flokëve. Tani përzieni kosin dhe mjaltin me të duke përdorur 1 lugë. Ndani flokët tuaj dhe aplikojeni këtë maskë nga rrënja në majë të flokëve dhe në lëkurën e kokës gjithashtu. Mbajeni atë për 1 orë dhe shpëlajeni maskën më pas me një shampo të butë. Përsëriteni këtë të paktën 1 herë në javë. Rezultatet që do të keni janë vërtet fantastike dhe do të shikoni se si aloe vera bën mrekulli në lëkurën dhe në bukurinë tuaj. Mirë po duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mikut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore. Prandaj, para përdorimit, konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton.
Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit!